Po të kisha pas mundësi unë t'jo mushe menjen shqiptarëve të mi. Po që se mu do ma kishin të gjuhë fjale në mëdhëtare dhe mi. Unë do dhe isha lutë çdo lloj shqiptari. Çdo lloj shqiptari. Të lindin fëmijë. Të bëjnë nga 10 kalamaj çdo të qift. Pse kanë frikë me bo fëmijë? Që po ndodh me ne, po zhdukemi, s'është nevoja të vjerë. E të na vrasë serbi, as gregu, as kush s'është nevoja të vjerë të na vrasë neve, ne po zhdukim vetën. Po zhdukim vetën çdo qift, pjell një fëmijë, me sa nuk lindin fare, sa vetëm 2, i bjen çdo shqiptar që ekziston lind më pak se gjysmë kalamoni sot, po zhdukim kombin. Ne duhet bëjmë edhe në Kosovë që dikur lindnin të paktën 5, 6, 7 kalamaj. Shiftë të është i s'lind më kush. Që është kjo frikë që ka him të është që është bollek, nuk vun kush me hangër. Kudo që tjetë, fëmijë të rrisin vetën. Ne duhet kishim mundësi, sidomos të shi që po hymë edhe në Evropë, që shumicë do hikin në për vendet e tjera të Evropës, ne duhet kishim mundësi që edhe në Shqipëri të rrisin popullsinë jo, të mpaknin, edhe Evropën të mushnin. Ashtë tragjike. Thonë ekspertët që Evropa po plakët, Evropa po prishet, Evropa po zhduket se po mushet me refugjat. Nërsa Afrika për shembull rrisin, lindin, të paktën i bjen një femre që rrit 5 kalamaj. 5 kalamaj. Kurse Evropa 5 veta nuk për një fëmijë. Por Shqipëria është akoma dhe më keq. Evropa i ka kufit e vet, i ka shtetet e vet. Ne do humim edhe këtë pak që kemi. Edhe këtë pak shtet që kemi. S'do jemi në gjendje dhe kemi tonën. Do të mushet, pa diskutimisht, me racet e tjera, me racet huj dhe vjen keq, po kam frikë se do jenë racet që do dominojnë edhe se jetë më raca ariane, kaukazjane e shqiptarëve. Është të mërshme. Po të kisha mundësi, po të kisha fuqi, po të ishte mundme që të flisje me shqiptarët e mi, edhe me gjonin. Unë do doja 20 kalamaj të kishte një familje. Jo vetëm ne, po humim venin, po humim racën, po edhe të pak që lindin, kur lind 2-3 fëmijë, ata rritën gjithë në depresion, gjithë në angth, se nuk kanë as lozin jashtë modërshi me këto pesliqet që ka kriju internetet, që ka kriju njerëzimi, ku çliron fëmija energjin, edhe kacafytën me njëri tjetrin, përlahen me njëri tjetrin, qeshin, po as në shtëpi. Myllën, 2-3 fëmijë myllën se cilin dhomën e vetë, se s'kanë bollek të shi. Shqiptarët është kanë shumica shqiptarëve nga 3-4 shtëpia. Kanë shtëpi në Itali, kanë shtëpi në Shqipëri, po kanë nga 2-3 shtëpia në Shqipëri. Dhomët, vetëm një shtëpi, kanë plot dhoma. Myllën ato 3-4 kalamaj, se cilin dhomën e vetë. Kjo nuk sjell asgjë tjetër, vlesër e motra, po vetëm depresion, dhimbje, siklet. Bohoni më 20 kalamaj, aty qeshin, aty grindin, aty lozin, aty ajo është e shnetshme, edhe pse duket sikur është ndryshe. Mos keni më frikë, mos shkoni mas karriereve, do të ndjek karrierën, më falni për shprehjen, po të qifsha karrierën. Qifsha karrierën, t'i ken jeta, edhe shkon palon asgjë mrapa. Le një lastar, një deg,
që s'ka krahe, i nallë një vdekje, i nallë një gëzim, s'ka vlezër e motrat i vinë dhe boj edhe me shoqërin. Vlezër e motra, lindni more, lindni sa më shumë fëmi. Sami Gjoka ju përshnet, unë jam në një plash të vogël këtu, një resort që quhet Rocky Gap Casino, por mendjen e kam të Shqipëria jonë, ke mërgullia jonë, ke perla jonë, si po e shkatrojmë në këto. Se kanë frikë njerëzit, kanë frikë lindin fëmijë tërë. Sami Gjoka ju përshnet.